profesionit familja jonë, po flasim nga klinika gjermane e syve në Prishtinë. Sot do të trajtojmë një temë që unë shpesh të them është një smundje bashkohore e syve. Pse po them bashkohore e syve? Për arsye, po flasim për syrin e thatë. Po them bashkohore për arsye se po e dim që gati të gjithë ne, pjesa më e madhe e njerëzve po çojnë para ekraneve. Duke filluar nga fëmijët që rrinë shumë gjatë në telefona. Pastaj kemi pacientë që ose persona që rrinë shumë gjatë para ekranit për arsye se e kanë punën, e kanë profesionin e tillë. Kështu që në farë mënyrë na vetëm po e vështirësojmë punën tonë, po vështirësojmë pastaj problemet që na paraqitet në sy. Zakonisht pacientët që vinë me këto probleme zakonisht ankohen që e thonë edhe shumë mirë. Kam një ndjenjë thonë sikur se kam zallë, se kam rërë në sy, se kam diçka një trup të huaj në sy. Çdo person që e ka qitë një ndjenjë, që realisht i duket se gjithmonë i duket se ka diçka